Sot jena mbledh këtu, është protesta e tretë, cilën e kena bo, është java e tretë. Po shpresojmë që kjo është e fundit, kena me hi me një ndërmjetësim, nëse edhe aty nuk ka kur gjë, do të filloj me grevë. Qëllimi jënë është për kërkesat cilat i kena adresu, është rritja pagës edhe shujtja janë gjërat më të kryesore që ne i kërkojmë tani për tani. Po shpresojmë që do të bëjmë diçka. Për momentin janë kushtet pak më të vështira. Jo pak, po kogja më të vështira. Deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë lëvizje konkrete drejt arritjes së ndonjë marrëveshje për përmbushjen e kërkesave tona legjitime. Ne punëtorët e ndërmarrjes mbetemi të palikundër në qëndrimet tona për kundër kërkesave tona dhe refuzimit të tyre, që nga fillimi i grevës deri më tani nuk kemi ftuar në asnjë takim dhe nuk na është ofruar asnjë alternativë për tejkalimin e gjendjes së krijuar. Me pak fjalë, nuk ka pas asnjë reflektim nga pala tjetër. Kjo situatë është e papranueshme dhe ne detyrohemi të vazhdojmë protestën, por tashmë në forma tjera. Fillimisht do të angazhojmë një ndërmjetësues ligjor për të negociuar kërkesat tona. Nëse nuk arrihet një zgjedhje, do të fillojmë me bojkot në vend të punës. Nëse as kjo masë nuk sjell reflektim, do të detyrohemi të hyjmë në grevë të përgjithshme, ndonse kjo është një masë që nuk e dëshirojmë. Nuk e di ku ka makrim ekonomik, se sa me anal paret punëtorët për antarësit e sindikates, e mos mi avësit në llogaritë e sindikates. Kjo është vjedhje, kjo është krim dhe nga këtu i ftoj prokurorinë e shtetit të merre me këtë çështje. Qysh ka mundësi me ju nal paret antarëve të sindikates, e mos më ju qitë në llogaritë e sindikates. Kjo tregon tendencën e qartë, se këta kanë tendencë ta shuajnë zërin sindikal. Mbështetja është që t'i përkrohet çdo sindikat pa më parasysh edhe këto sindikatën e Parking Prishtinas, që t'i paguhet shujta, antarësia, sigurimi shëndetësor dhe gjitha tjera benefite që i gëzojnë ana si ndërmarrje publike ose si punëtor, pa më parasysh. Se jemi në pritje të një përgjigje nga kryetari Rama, i cili sipas detyrimit të tij kushtetues duhet të takohet me qytetarët e tij për t'i dëgjuar shqetësimet e tyre. Për këtë qëllim i kemi dërguar 2 emaila zyrtare. Tani do të paraqesim kërkesat tona. Rritja pagës mujore, si kushti domosdoshëm për vazhdimin e punës, pagesa shujtës, pagesa sigurimit shëndetësor, shlyerja e borxhit për muajin shtator, gusht, kjo ka qenë një gjysmë rrogë që na i kanë qiq atëherë, dhe pagesa e kontributit të sindikatës.